Faleminderit kryetar. 2 ditë më parë, ende pa u shpërndar mbledhja e Koelës, Ministri Toni Gogu doli në një konferencë për mediat dhe dha lajmin e mirë që raporti i piketave të ndërmjetme i bar ishte miratuar dhe i kishte kaluar këshillit të ambasadorëve. Madje dhe shpjegoi se çfarë ishte ky këshill. Me thënë, si mundet pa ju dridhu qerpiku, me çfarë pa ftyrësie, ose pa aftësie, ose pa dijenie, ose, mundet një ministër të japi një lajm që s'është i vërtet, pra të mashtroj publikun. Unë nuk di ta them se me çfarë kurajo mund të dalësh, sepse të paktën 3 vende, dhe ky është një burim i sigurt, të paktën 3 vende antare nga 27 kanë pasur probleme me grup kapitullin e parë, ku janë 5 kapitull, të cilat nuk e kanë miratuar, e kanë shtyrë të paktën për të premten. Pra, deri të premten, Ministri Gogu mund kishte pritur për dhënë atë lajmin e mirë që në fakt të gjithë e presim. Ndaj, Ministri Gogu, që shpëndan lajme krejt të pavërteta, për t'i dhënë Edi Ramos një merit që nuk e meriton, pavarësisht se ne si opozit miratuam edhe rezolutën për të shprehur vullnetin ton, si mundet që të mashtroj publikun, të dalit kërkoj falje, dhe thoj që ka qenë lajm i gënjeshtër ai që ai dha gazetarve, të presi ditën e premte, dhe ditën e premte me shpresë të madhe do miratohet për ta kaluar pastaj tek Këshilli i Ambasadorëve. Pra i kërkoj ministrit të dalit, i kërkoj ndjes publike. Ministri ka kërkuar fjalën, po ju lutem ju tërheq vëmendjen në bazë rregullores për përdorimin e fjalëve të papërshtatshme dhe jo parlamentare, të cilat po dhe mund t'i them, po mirë është mos i them, për pafytyrësi dhe mashtrim nuk duhet përdoren. Pafytyrësia është një fjalë që s'mund të jetë në fjalorin tonë, nëse bini të gjithë dakord. Po dhe nëse s'bini dakord, keni rënë dakord te kodi i sjelljes. Po zoti Gogu. Nderuar kryetar, nderuar koleg, nderuar kolege. Unë dola në konferencë për të informuar për punën e palodhur të kolegëve të Ministrisë Drejtësisë në procesin e negocimit të piketave të ndërmjetme. Ka qenë një 18 muajsh jashtëzakonisht impenjativ, ku kolegët e Ministrisë Drejtësisë kanë arritur që të dërgojnë në Bruxelles 8.000 faqe. 90 takime kanë ndodhur atje në Bruxelles, 70 institucione janë koordinuar në Shqipëri pikërisht për të dorëzuar ato rezultate faktike që janë duke u shqyrtuar nga grupi i punës dhe vendimarrësit. Dhe shpjegova se si procesi është dinamik, se si negociata është dinamike, se si negociata lëviz dhe nuk ngec, dhe gjatë kohës që kolegët e Ministrisë Drejtësisë dhe gjithë institucionet e pavarura të drejtësisë punonin që shteti shqiptar të progresonte dhe çonte 8.000 faqet, më vjen keq që juve keni kontribuar në 8.000 akuza të ngecjes së procesit. Si ka mundësi që çmira juaj politike ndaj progresit të një shoqërie të tërë, sepse jeni i vetmi formacion shoqëror që shkoni mbrapa, sepse shkoni 30 vjet, 36 vjet mbrapa, dhe jeni i vetmi formacion shoqëror që nuk pasqyroni progresin e Shqipërisë drejt standardeve europiane, ndërkohë që Shqipëria ecën, juve vini këtu dhe ngrini një sër akuzash, të cilat mua më vjen keq, po i kam dëgjuar dhe më përpara, i kam dëgjuar kur thuaj që kryeministri nuk shkon dot në Amerikë, që kryeministri nuk takon dot presidentin, që Shqipëria nuk do vazhdoj të eci përpara,
Jo, e kam fjalën, kjo ka lidhje vetëm me të smirën që ju bën që ju të mos shikoni se si progreson Shqipëria, se si progresojnë institucionet dhe i vetmi formacion shoqëror në Shqipëri që është mërthyer 36 vjet përpara dhe ngec atje në standardet e korrupsionit madhor, në standardet e ndërhyrjes në pavarësinë e sistemit gjyqësor, në standardet e një shteti të kapur, jeni ju.